shpresa tash ku ekziston lidhja, kemi shëndetin primar, ku veç është pika e parë ku kushdo që ka probleme drejtohet. Kush duhet me I drejtu këta persona tek jo? Apo thjeshteve veç me marrjen e informacioneve munden me marrë direkt, apo duhet me shku njëherë një lloj protokoli edhe mandej me I drejtu dikush tek jo, sepse njëjtë sikurse një kohë për logopedin, për psikologun, për psikoterapeutin, që duhet me të drejtu dikush, duhet me të qitë në dritë një herë, edhe për me ditë se ku e trajton problemin ose situatat cilat jetu I përjetu, detyre kujt është për me I drejtu tek jo? Fatmirësisht, tani mundësia ligjore për me pas një ergoterapeut në kujdesin parësor, dhe më thonë në institucionet publike, është e mundur, edhe referimet që ne mundohemi, për shembull janë edhe kujdesi parësor, edhe dytësor, edhe tretësor, që mund me referu tek një ergoterapeut një pacient. Për shembull është kur ata për shembull përjetojnë një paralizë ose përjetojnë një humbje të gjymtyrëve, kanë domethënë shumë pengesa që profesionistët shëndetësor, që tani ne po mundohemi edhe përmes kongresit që kemi këgja material që me I ndërlidh edhe profesionet kur janë punë për ergoterapin të referohen të ergoterapeute, për shkak se e tha edhe ti që pjesa e vështirësisë ka qenë edhe tek ne integrimi edhe dëshmia se çka ne ofrojmë si shërbime dhe cilat janë punë të ergoterapeutit. Për këtë pjesë edhe kongresi ka me përmbajt këgja shumë folës, ka shumë folës nga e gjithë bota, sidomos ne jemi të nderuar që këtë kongres kanë me ardhur edhe presidentja e Federatës Botërore të Ergoterapisë, janë presidentja e ENOTH, është presidentja e COTECO, domethënë janë organizatat botërore që neve na nderojnë me ardhur në Kosovë dhe me tregu profesionistëve shëndetësor në Kosovë që ne si ergoterapeut mundemi me ofru këto shërbime dhe mundemi me bashkëpunu me ekipën multidisciplinare, mirë po për shembull kur është pjesa edhe e përfshirjes shtetërore, është shumë e rëndësishme referimi tek ergoterapeuti përmes profesionistëve shëndetësor. E sidomos në kujdeset për shembull nivelet që janë më tretësor, që ata I kanë rastet më të rënda edhe nevoja për shërbime të ergoterapisë, edhe në pjesën publike është shumë e nevojshme, për shkak se kur ka një humbje të aftësisë, ne nuk ndjehemi mirë, sidomos gjatë kohës kur ne kemi realizu praktikat, ka qenë emocionalisht e ndihshme, për shkak se ne kemi ditë mundësinë që kemi për me ofru një pacientit për shembull për vetëm ngritjen e pavarur prej shtratit, sa do të thotë për to, edhe kur e kam pa profesionistë të tjerë na kanë vlerësuar dhe na kanë respektuar shumë. Edhe për këtë arsye na jemi kujdes që këtë kongres me kriju edhe me ofru si informacion të ri Kosovë, për shkak se nevoja për intervenime përmes ergoterapisë është shumë e madhe edhe njerëz janë duke shfaq këgja nevojë për këtë. E targetoni personelin shëndetësor, që sa ma shumë t'jenë t'informuar për shërbimet që ju ofroni, që mandej edhe ata me pas më të qartë kur do që kanë persona të tillë me ditë ku me I drejtu. Ne jemi kanë gjithmonë edhe në bashkëpunim me organizatat, për shembull që ofrojnë organizatën Sindrom Down, Hendikosin, po ata ofrojnë shërbime vetëm me familjarët. Edhe shumë herë ndoshta familja nuk është e informuar për shërbimet e ergoterapisë dhe nuk e din intervenimin që duhet me bo një profesionist shëndetësor, nuk e njeh si shërbim. Ndërsa kur profesionistët shëndetësor janë të njoftuar, ata detyrimisht e ndjejnë për me referu të ergoterapeuti për shkak se ata I shohin pengesat dhe I shohin mundësinë e intervenimit që na e kemi përmes aktiviteteve, planit individual, domethënë gjithçka që është organizuar në pjesën e ergoterapisë prej fillimit deri në mbarim, ka një proces që domethënë është diçka e prekshme dhe që shihet tek gjendja e pacientit.